Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Erdha, mirëmëngjesi, mirë se vini në programin e mëngjesit të Klan Maqedoni. Jemi bashkë përsëri edhe sot për këtë ditë të dytë të javës, për të martë, data shënon 11 prill, dhe ne do të jemi përsëri në etër në lidhje drejt për drejt nga studio në shtëpitë tuaja deri në orën 10. Edhe sot do të kemi tema interesante, lajme, ngjarje, gjithçka që ka shënuar 24 orëshin e fundit, gjithçka që pritet për sot, dhe do të flasim edhe për ato informacionet e përditshme që përfshin informacionet e para të mëngjesit. Për sot i pash dhe lajmet të cilat do të shënojnë sot ditën. Për në Kosovë është më me rëndësi atë që shpletuam, pasi sot flasin dëshmitarët e parë në rastin e ish krerëve të UÇK-s në Hag. Ju e dini se procesi i gjykimit ka filluar tani më dhe janë paraqitur mbi 300 dëshmitar, të cilët gjykata do t'i bënë pyetje dhe nga sot nis kjo procedurë. Do të flasim pakës më vonë për këtë. Por që ngjarje të tjera të rëndësishme për të alarmuar mëngjesin nuk ka. Është një martë e qetë, e martë e bukur. Me diell përsëri të the. Nëse do të kalim tani te kalendari historik, do të shënojmë pak 11 prillin. Në vitin 1872 në ditën e sotme, ka lindur në Drenov Aleksandr Stavre Drenova. Ka qenë një poet, publicist dhe veprimtar i kolonisë shqiptare të Bukureshtit, që është dhe autor i himnit të flamurit, që është himni kombëtar i Shqipërisë. Vjeshtën e 1885-s, me dy vëllezërit më të mëdhenj mbërritën në Bukuresht. Punoi në fillim si hymyrgji e Qirak, më pas ndoqi studimet në mënyrë private dhe për një kohë të shkurtër pranë Fakultetit të Shkencave Politike të Universitetit të Bukureshtit. Në janar 1899, qenë ndër themeluesit e qarkut të studentëve shqiptar, i cili në mars të 1902 u shndrua në shoqëri me emrin Shpresa, e themeluar nga Azdreni dhe nga shokët e tij. Shoku i tij shkrimtar, Kristo Dako Azdreni, kishte nisur të shkruante poezi dhe të botonte artikuj që në fillim të shekullit të 20. Pjesë e poetëve që zbuloi apo botoi konica tek Albania. Me 1904 botoi në Bukuresht për mbledhjen e tij të parë me 90 vjersha Reze Dielli, të cilën ia kushtoi Skënderbeut. Vjoi tradita e poezisë së Naim Prashërit, lartësoi dashurinë për atë dheun, nxiti bashkëdhetarët të rreshtoheshin në luftën për çlirim nga turqit. Vëllimi i dytë i Azdrenit, Ëndre Lot, Bukuresht 1912, i botuar 8 vjet më pas, shfaq një pjekuri më të madhe. Kjo përmbledhje, po me 99 vjersha më falni, si e para, ndahet në 3 cikle: Atdheu, natyra, mendimi, bukuria, dhe i kushtohet udhëtares dhe mikes së Shqipërisë Edith Durham. Ja pra, filluam kalendarin historik me lindjen e Drenovës, një ngjarje shqiptare. E në ditën e sotme, në vitin 1909, themelohet zyrtarisht qyteti i Tel Aviv në Izrael. Qyteti u themeluar në vitin 1909 nga Jishuf, banor hebrej, si një pronë moderne strehimi në periferitë e qytetit portik të lashtë Jaffa, që atëherë ishte pjesë e provincës Jeruzalem të Sirisë Osmane. Në fillim u quajt Ahuzat Bayit, emri i shoqatës që themeloi lagjën. Ky emër u ndryshua vitin pas ardhës në Tel Aviv. Emri i saj do të thotë Tregoji pranverës. Pas kam ditur. 1943, në ditën e sotme, përsëri një ngjarje shqiptare, ka vdekur Ndok Gjeloshi, pinjolli i trungut të Nik Vuksanit të vëllazërisë Mekshaj në Shalë të Dugagjinit. Ndoqi kolegjin Francesca në Shkodër dhe më pas përfundoi Akademinë Ushtarake të
Modenas në Itali, ku mori gradën e togerit të forcave të gjandarmerisë. Gjatë qeverisjes së Nolit, Ndoka mori gradën kapiten i forcave kufitare dhe mëtej prefekti Shkodrës. Me triumfin e legalitetit, u largua drejt mbretërisë serbo-kroato-slovene, ku që antar i grupit Partia Republikane të krijuar nga Recep Shala. Emigroi në Vjenë, ku martohet me Margaritën, austriake, bëhet antar i grupit Bashkimi Kombëtar. Grupi kishte rënë dakord kur disej një atentat mbretit gjatë një vizite në Vjenë, ku do të zhvillonte disa kontrolle mjekësore. Më 11 prill të 43-shit, në orën 18:45, në shetitoren Viktor Emanueli III, bulevardi i Tiranës, së ndryshe rruga e stacionit të trenit, Gjeloshi mbeti i vrarë nga një atentat komunist bërë nga Myslim Keta me urdhër të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë. Në ceremoninë e varrimit të zhvilluar në Shkodër mori pjesë Gjon Markagjoni, Mustafa Kruja, general Volante, komandanti milicisë fashiste shqiptare. Pasojat e komunizmit. 1945, më 11 prill, gjatë luftës së dytë botërore, forcat amerikane çlirojnë kampin e përqendrimit të Buchenwald. Buchenwaldi ishte një kamp i përqendrimit nazist i vendosur në kodrën Ettersberg pranë Weimar në Gjermani. Kjo ndodhi në korrik të 1937-s, ishte një nga kampet e para dhe më të mëdha të përqendrimit brenda kufive të Gjermanisë në 37-ën. Për gati 8 vite të ekzistencës si kamp, vdiqën rreth 60.000 të internuar. 1951 më 11 prill, gjatë luftës në Kore, presidenti Harry Truman liroi generalin e ushtrisë Douglas MacArthur nga komanda e përgjithshme e ushtrisë. Ky akt ndodhi pasi MacArthur bëri deklarata publike që bie ndesh me politikat e administratës. MacArthur ishte një hero i luftës së dytë botërore, i cili ishte atëherë komandant i forcave të OKB-s që luftonin në Kore, dhe lehtësimi i tij mbetet një temë e diskutueshme në fushën e marrëdhënieve civile-ushtarake. Në 63, në ditën e sotme, Papa Gjon i 23 lëshon pacemin në Teris, enciklika e parë që u drejtohet të gjithë krishterëve në vendet e vetme katolike dhe i cili përshkroi kushtet për paqen botërore në aspektin njerëzor. Ai theksoi dinjitetin dhe barazinë njerëzore mes të gjithë njerëzve dhe përmendi çështje të tilla si të drejtat e grave, mospërhapja bërthamore dhe Kombet e Bashkuara, të gjitha ato të miratuara më parë. Në 70-ën, në ditën e sotme, sa pas ka sot ngjarje plot. 11 prilli. Sa thash pasojat e komunizmit. Sot në vitin 1985, në ditën e sotme, ka vdekur Enver Hoxha, diktatori i Shqipërisë. Hoxha përfshihet në listën e përpiluar nga Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, që përmbledh pjesëmarrësit që kanë përgjegjësi direkte për krimet e Partisë Komuniste Shqiptare dhe të Ushtrisë Nacionale Çlirimtare, duke qenë sipas ligjit numër 41 antar të strukturave politike dhe ushtarake që kanë inspiruar, organizuar, urdhëruar, ekzekutuar ose ndihmuar forcat partizane në vepra kriminale. Regjimi 40 vjeçar i tij u karakterizua nga zhdukja e opozitës politike dhe asaj intelektuale, represioni vazhdueshëm politik në cilën përfshiheshin kampet e detyrueshme të punës, pushkatimet pa gjyq dhe ekzekutimet e antikomunistëve të piketuar. Dënimet e kundërshtarëve të tij politik me vdekje ose burgimet të gjata dhe dëbimet e familjarëve të tyre nga shtëpitë ku jetonin dhe internimet e tyre në fshatra të thella ku kontrolloheshin rreptësisht nga policia dhe sigurimi i shtetit. Gjithashtu, diktatura komuniste u karakterizua nga metodat staliniste të asgjësimit të bashkëpunëtorëve të tij që kërcënonin pushtetin e tij personal. Pjesa më e madhe e kësaj shtypjeje u bë përmes armës së sigurimit të shtetit. Nuk komentoj asgjë. 1987. Në 11 prill, marrëveshja e Londrës nënshkruhet në mënyrë të fshehtë mes ministrit të punëve të jashtme të Izraelit Shimon Peres dhe mbretit Huseini të Jordanisë. Të pranishëm gjithashtu në takim ishin kryeministri jordanes Zaid al-Rifai dhe drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme izraelite Yossi Beilin. Kjo marrëveshje kishte të bënte me rolin e Jordanisë në konfliktin Izrael-Palestinë. E në 2012-ën, është ngjarja e fundit, në ditën e sotme ka vdekur në moshën 95 vjeçare Ahmed Ben Bella.
Bembella ishte një politikan algjerian, ushtar socialist dhe revolucionar që shërbeu si president i parë i Algjerisë nga viti 63 deri në 65. Ai do të konsiderohej nga populli algjerian si një ndër eksponentët dhe heronj kryesor të luftës për pavarësi të këtij kombi nga pushtimi kolonial francez. Ahmed Bembella cilësohet si një ndër politikanët më mezët të Algjerisë, sepse është e marrë dita më depresive e javës, si thuam. Nëse tani për ditën më depresive të javës ka ardhur koha edhe për të ushtruar, të bëjmë një afort, të bëjmë një mundim për veten dhe të shkojmë pas Nitës dhe Majlindës në aktivitetin ndoshta mëngjesor, nëse jo, e bëni më vonë, si të doni. Ne pas videos ushtrimeve do të kthehemi me lajmet e mëngjesit. Oh, happy day. Starts to roar, the light that wakes the wave, but through it we are brave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality.
So now I try to play, they don't need to see my cry, 'cause either if they understand, if I understand. So then when I'm feeling strong about my business and ready to save the world, I'm taking my mess away, taking my piss, giving everyone save it too. But I'm getting up anyway, I've never been so high away. Nobody but me can keep me safe. I'm on my way. I'm on my way. Pero me voy, porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de guerra, de darle la línea fuego y de meter la mano. No sé que mis errores también soy humano, y tú no ves que lo hago porque te amo. Pero ya, no tengo más nada que hacer aquí, no llego a la hora de partir, de mi propio camino seguir lejos de ti. I'm on my way. Everybody. Feel like I'm running out of ecstasy, like I'm drowning in a endless stream. Yeah, so offering is a misery that goes no end. So I'm doing everything I can to make sure I never forget it. I wish that I could let go, where I've broken up but so. I wish that my heart was made of stone. Yeah, if I was to let go, I'd love you back and still. If I was to let
Dhe shikues të dashur, siç e shihni, jemi të mbuluar me gjerës. Majlinda, si kaluve me këto vajzat? Ne jemi kënaqur shumë, besoj se edhe shikuesit janë bashkangjit nesh. Edhe rezultati I stërvitjes shihet nga fytyrët tona të kuqe. Sigurisht, une mas një kohë gjatë, kjo është rapar që kam bë aerobik. Ishte super. Super ishte, jam lodh, po jam mbush me energji. Besoj se kemi shpërndarë energji pozitive të gjithë shikuesit. Sigurisht, deri në episodin e radhës, ju duam fort, mirë mbeqi dhe miru takofshin ndonjë risi tjetër, shpresoj, më të mirë. Oh, happy day. Mirë, do të vazhdojmë me lajmet nga bota. Klan Macedonia.mk është referenca. Lajme në pak minuta si u zgjua bota për 11 prilin. Lajmi I parë, prezantuesja e lajmeve krijuar nga AI debuton në median e Kuvajtit. Do na marrin punën inteligjenca artificiale. Një media në Kuvajt ka zbuluar një prezantuese virtuale lajmesh të krijuar duke përdorur inteligjencën artificiale. Pedha u shfaq në llogarinë në Twitter të faqes Kuwait News të shtunën si një imazh I një gruaje e veshur me një xhaketë të zezë dhe bluzë të bardhë. Unë jam Fedha, prezantuesja e parë në Kuwait që punon me inteligjencën artificiale në Kuwait News. Çfarë lloj lajmesh preferoni? Le të dëgjojmë mendimet tuaja, ka thënë ajo në arabisht. Aq, na zëvendësuan edhe neve. Shëndosh. Kalojmë te lajmi tjetër. 15 vendet të Bashkimit Evropian përfshirë Gjermaninë dhe Francën I bashkohen çështjes ligjore kundër ligjit anti-LGBT të Hungarisë. Gjithsej 15 vendet të Bashkimit Evropian janë bashkuar një çështje ligjore kundër ligjit të Hungarisë për mbrojtjen e fëmijëve, I kritikuar gjerësisht si anti-LGBT. Ne qëndrojmë të vendosur në angazhimin tonë për një shoqëri gjithëpërfshirëse dhe barazi për të gjithë, ka thënë Ministria e Punëve të Jashtme në Belgjik, e cila ka udhëhequr akuzën kundër projektligjit të diskutueshëm. Ligji hungarez I miratuar në qershor të 2021-shit përmban një dispozit që ndalon ose kufizon rënd për shkrimet e homoseksualitetit dhe ndryshimin e gjinisë në përmbajtjen mediatike dhe materialin edukativ drejtuar audiencës nën 18 vjeç. Zjarfiksit e ndërshpresojnë se mund të gjejnë të mbijetuar 48 orë pas shembjes së ndërtesës në Marseille. Pra, atë që e pam kronikën e fundit që u gjetën 2 trupa të pajetë. Dhe tani 48 orë më vonë, zjarfiksit kanë ende shpresa, të shohim çfarë bëhet. Zjarfiksit po vazhdojnë kërkimet e tyre me shpresën për gjetur të mbijetuar pothuajse 48 orë pasi një ndërtesë u shemb në qendër të Marseilles pas një shpërthimi. Të hënën ekipet e shpëtimit gjetën një trup të 6 në rënojat e ndërtesave, ndërkohë që 2 persona janë ende të zhdukur. Nuk dihet ende se çfarë shkaktoi shpërthimin, por hetuesit po shqyrtojnë mundësinë që mund të ketë qenë nga një rrjedhje gaze, siç tha dhe kronika. Deri tani 6 trupa u pas kanë gjetur. Vazhdojmë te lajmi tjetër. Mbretëresha Camilla u përdor zyrtarisht për herë të parë në ftesën e kurorëzimit të mbretit Charles. Pallati Buckingham publikoi ftesën për kurorëzimin e mbretit Charles, në të cilën gruaja e tij titullohet mbretëresha Camilla për herë të parë. Camilla mori titullin Queen Consort, gruaja e një mbreti në fuqi, pas vdekjes së mbretëreshës Elizabeth II dhe ngjitjes së burrit të saj në fron. Dhe e dini që dasma do bëhet së shpejti me një procedurë të shkurtuar, jo si më herët. Mirë, dhe në fund do të flasim për ditën botërore të kafshëve shtëpiake. Sot është 11 prilli dhe kështu do t'ja kushtojmë thot artikulli 4 putroshëve tanë. Instituti Kombëtar I Shëndetit gjatë 10 viteve të fundit ka qenë një partner në hulumtimin që sugjeron përfitimet mendore dhe fizike të pasurit një kafshë shtëpiake në jetën e dikujt. Dita kombëtare e kafshëve shtëpiake festohet çdo vit më 11 prill në mbar botën, ku ngrihet një dolli mbi praninë e kafshëve shtëpiake në jetën e një individi. Edhe pse një pronar kafshë shtëpiake feston rëndësinë e kafshës shtëpiake çdo ditë, ata e marrin këtë ditë të caktuar për të shfaqur dashurinë ndaj shokëve të tyre më të mirë.
Është interesante se Instituti Kombëtar i Shëndetit gjatë 10 viteve të fundit ka qenë një partner në hulumtimin që sugjeron përfitimet pra e mëdha shëndetësore nga pasja e një katërputrosh në shtëpinë tuaj. Historia e ditës kombëtare të kafshëve shtëpiake, thot dita kombëtare e kafshëve shtëpiake u themelua në vitin 2006 nga një grua e quajtur Colleen Page. Page është një avokate e mirëqenies së kafshëve dhe eksperte e stilit të jetesës së kafshëve shtëpiake dhe familjes. Kjo ditë u krijua për të nënvizuar rëndësinë e kafshëve shtëpiake në jetën e një personi dhe për të festuar gëzimin që kafshët shtëpiake sjellin në jetën tonë. Page gjithashtu donte të hidhte dritë mbi shumë kafshë shtëpiake që presin strehimore për t'u birësuar. Ajo motivoi dhe inkurajoi njerëzit që të adoptonin kafshë shtëpiake nga shtëpitë e strehimit dhe organizatat e shpëtimit në vend që të shkonin në pet shop dhe të blejnë. Këtë kam apeluar edhe unë çdo herë, mos blini po adoptoni. Përpjekja e zonjës në fjalë avokates u njoh për herë të parë në Shtetet e Bashkuara dhe shpejt fitoi njohje ndërkombëtare. Shumë vende, duke përfshirë Britaninë e Madhe, Australinë, Zelandën e Re, Spanjën dhe Skocinë e festojnë këtë ditë. Rëndësia është pra që kemi përfitime të mëdha në jetën tonë, sidomos dhe emocionale, nga mbajtja e kafshëve shtëpiake në shtëpitë tona. Thënjet e ditës kombëtare të kafshëve shtëpiake, të shohim, ka një thënie: nëse dëshironi që dikush t'ju dojë përgjithmonë, blini një qen, ushqeheni dhe mbajeni pranë. Kafshët shtëpiake po humanizohen. Ato na kujtojnë se ne kemi një detyrim dhe përgjegjësi për t'i mbrojtur, ushqyer dhe kujdesur për to gjatë gjithë jetës. Kafshët janë miq kaq të këndshëm, ata nuk bëjnë pyetje, as nuk kanë kritika. Qentë janë lidhja jonë me parajsën. Ata nuk e njohin të keqen, xhelozin apo pakënaqësinë. Çdo pranie jona në jetën e një kafshë e gjallëron jetën tonë dhe i shton asaj ngjyra. Ua, shumë e bukur. Po, e vërtet. Unë sot do ngrej një dolli me macën time në shtëpi për të festuar ditën ndërkombëtare të katërputroshave. Po si do ngrej macja dolli? Nëse do ngrej kështu metaforë, do ta festojmë bashkë. Dhe po ju sugjeroj të adaptoni të gjithë kafshë shtëpiake, qoftë mace, qoftë qenush, çfarë do të jetë, i pat dhe paletin e madh që na nxori Loni në ekran, papagall, shpez, çfarë të doni, sepse me të vërtetë ndikojnë mirë në mirëqenien tonë shpirtërore, emocionale, psikologjike kështu me radhë. Bukur. E tani do të ndalemi te rubrika e din se, por kësaj radhe është një shënim i madh në fakt, sepse si vjet bëhen 50 vite nga vdekja e piktorit të madh spanjoll Pablo Picasso, i cili ka bërë një kalim të madh në artin e pikturës, apo jo, një revolucion, sidomos me kubizmin, me mënyrën se si ai pikturonte. Jeta e tij është shumë interesante në fakt që nga lindja, dhe ky material përmbledh kuriozitetet e jetës dhe personale dhe profesionale të Picassos, sepse disa kuriozitete, disa momente, detaje nuk i dija as unë dhe i mësova përmes informacioneve të cilat do t'ju sjellim tani në vazhdim. Dhe siç thash, me këtë shënojmë jubileun nga vdekja e piktorit të madh Picasso, që si vjet bëhen 50 vite. Mësoni dhe ju detajet për Picasso në vazhdim. Oh, happy day. Ka ardhur koha tani të flasim për temën e ditës, për atë që nuk ju kam treguar më mëngjes, se harrova, por tani do t'ju lajmëroj. Flasim për atë që na dhem më së shumti, është migrimi dhe boshatisja e shtetit ton, por dhe gjithë rajonit me një tempo shumë të shpejtë në fakt. Edhe në Maqedoninë e Veriut ndodh e njëjta gjë dhe ne përmes shkollave në fakt kemi analizuar boshatisjen ose përqindjen se sa njerëz kanë migruar nga viti 2011 deri në vitin 2021. Këtë analizë të hulumtime ka bërë profesori universitar Fatih Iseni dhe Arbana Qerimi ka biseduar me të për detajet të cilat kanë dalë nga hulumtimi i profesorit. Ai thotë se qytetet me më shumë shpërngulje të nxënësve janë Tetova, Gostivari, Kërçova, Dibra, Struga, ndërsa Shkupi, Velesi, Dollneni dhe Krusheva nuk qëndrojnë keq, pasi numri i nxënësve nuk është ulur në mënyrë drastike. Do ta shohim tani në një bisedë, besoj, e cila jep më shumë informacion dhe për shkollën në fjalë që është në Krushev, e cila ka një paralele me 3 nxënës nga 20 e ca që i ka pasur disa vite më herët.
Do ta ndjekim në vazhdim profesorin Fatih Seni. Unë ju them mirupafshim tani dhe do të shihemi nesër në orën 8. Oh, happy day. Të me tregoni të dhënat që janë shqetësuese me të vërtet, duke I parë numrat dhe largimin e nxënësve në shkolla. Na tregoni si e keni zhvillu këtë pulumtim fillimisht? Me që shkolla fillore është një parametër më I sakt për matjen në numrit të nxënësve, respektivisht për të parë më qartë dallimin I cili reflekton nga shumë arsye, duke filluar nga nataliteti, rënja ose ngritja, që sigurisht pas 6 vjetëve me njëherë fillon shkolla fillore e fëmijëve. Pastaj faktor tjetër është shpërngulja ose zhvendosja, për këtë rast me që flasim për numrin total të nxënësve në nivel shtetëror, atëherë pra këtu është faktori I shpërnguljes pra jashtë shtetit, nga që janë tema që I flasim dhe I debatojmë për ditë dhe për të parë më qartë dhe për të qenë më të saktë në këtë analizë, ne mund të marrim si një hark kohor periudhën 10 vjeçare, pra nga viti 2011 deri në vitin 2021, paktën një dekadë për t'i parë zhvillimet që janë përcjellur pra vit pas viti, dhe është marrë për bazë edhe viti 2006-2007, pra viti shkollor, për të bërë një analizë pra krahasimore, respektivisht për një periudhë, për një dekadë e gjysmë, respektivisht 15 vjet, dhe faktikisht këtu rezulton se të dhënat janë shqetësuese. Siç I shikoni në tabelën para jush, pra nëse në vitin 2006-2007 në nivel shtetëror ishim 228.207 nxënës, në vitin 2020-2021 kemi 185.925 nxënës. Do me thënë, në nivel shtetëror kemi rënje për 22.282 nxënës, do me thënë më pak, flasim të jene total, të gjitha bashkësitë etnike, pra jo vetëm nuk janë të ndara, që në përqindje reflekton kemi më pak nxënës në minus 18.52%. Pra për një periudhë kohore, pra për 15 vjet, kemi një rënje jashtëzakonisht të madhe. Pra qoftë në përqindje, qoftë me numra absolut, pra kjo është shumë shqetësuese. Pra 22.000 nxënës, që të tregon se një qytet I tërë na mungon, domethënë në shkolla fillore, apo me përqindje 18.5%, që është jashtëzakonisht shifre e lartë. Nëse shikon ndarjen në baza etnike, këto mund të vërim një rënje jashtëzakonisht të madhe të bloku Maqedonas shqiptar, vëlle dhe sërb, nësa kemi një ngritje relative të populata, domethënë rome, populata, domethënë turke, që domethënë nuk është shqetësuese siç është shqetësuese të bashkësitë tjera etnike. Nëse shikojmë të bloku Maqedonas, domethënë kemi në 2006-ën 122.016 nxënës, nëse në vitin 2020-2021 kemi 98.792, dhe me thonë 23.224 nxënës më pak, vetëm të bashkësi etnike maqedonase, ose me përqindje minus 19.03%. Por edhe më shqetësuese është rënja të bloku shqiptar, pra është shumë shqetësuese dhe në përqindje reflekton pra më shumë se edhe të bloku Maqedonas. Pra nëse shikojmë në vitin 2006-2007 kemi 78.467, që realisht ka qenë numër, domethënë
i akseptueshëm, domethënë, për numrin e banorëve dhe në atë kohë, domethënë, ka reflektuar mirë. Dhe vetëm në periudhën kohore, pra 2020-2021, kemi rënje në 60.611. Domethënë, 17.856 nxënës me pak shqiptar. Në përqindje është minus 22.75, respektivisht 23% kemi nxënës më pak shqiptar vetëm për këtë periudhë kohore. Dhe kjo domethënë tregon se diçka do të ndodhë. Dhe këto domethënë fatikisht është shtypur botoni i kuq që me realisht alarmon për një gjendje shumë shqetësuese dhe nëse i marrim për bazë rënjet në këtë periudhë kohore për një dekadë ose një dekadë e gjysmë, nëse e njëjta pra vazhdon kësaj pra me këtë trend të rënjes, atëherë llogarit çfarë mund ndodh në dekadën e ardhshme, respektivisht në çerekun e ardhshëm për 25 vjet të ardhshme. Domethënë në të numrin e nxënësve në shkollat fillore, faktikisht që do reflektoj pastaj edhe në numrin e përgjithshëm të popullatës, që do të reflektoj pastaj edhe në faktikisht në plakjen e popullatës, nëse deri para 10 vjetëve kemi llogaritur se populata shqiptare në Maqedoni, nëse e ndajmë vesh në bazë etnike, ka qenë pra në moshë kryesisht vitale, pra me një rënje shumë graduale, ndërsa tani domethënë kemi një spiralje të shpejtë të faktikisht të fundosjes që reflekton në plakjen e popullsisë, e cila domethënë pastaj do të ketë pasoja të tjera rrjedhëse në aspektin domethënë ekonomik, por pse jo edhe politik, domethënë që do të reflektoj edhe në dikastera të tjerë shtetëror. Tani dëgjoj, ne nuk nga natyra jemi më zemërgjër, domethënë ne kemi kaluar shumë perandorie e mbretëri prej Romagëve, Bizantit, e mbretëri sërbe, asaj Osmane, e përsëri Jugoslave e sërbe, dhe ne nuk e kemi problem, domethënë të komunikojmë dhe të gërshetojmë këta kultura, por megjithatë duhet të intervenohet që të ruhet kjo jona. Nëse analizojmë një ndarje të tillë që ju e kërkoni, domethënë nëse marrim për bazë vitin 2017-18 në bazë të përpunimit të dhënave më të sakta, nëse analizojmë Shkupin dhe rrethinën, respektivisht Shkupi është i ndarë në 10 komuna urbane dhe 7 rurale, apo 17 komuna që i takojnë regionit të Shkupit ose që gravitojnë në Shkup, gjendja nuk është edhe aq e vështirë. Mendoj aq e rënduar në këtë aspekt të rënies së numrit të nxënësve. Nëse shikojmë Shkupi dhe rrethina, pra ka gjithsej 64.733 nxënës, prej tyre 32.656 maqedonas dhe shqiptar 23.768. Pra nga 60.000 sa është numri total i nxënësve shqiptar në nivel shtetëror, pra 24.000 janë vetëm në Shkup dhe rrethi. Domethënë pothuajse i ofrohet gjysmës vetëm Shkupi dhe rrethina, dhe gjysma ose më shumë se gjysma i takojnë fatikisht përndarë për gjithë shtetin. Pra, gjendja e rënduar është duke filluar kryesisht nga Tetova, Gostivari, Kërshova, Dibra, Struga. Nësa në anën tjetër, Shkupi, Velesi, komuna e Dollenit dhe Krushevës nuk qëndrojnë keq. Nëse shikojmë edhe në aspektin e përqindjes, për shkak se duhet të bëjmë krahasim me numrin e banorëve, jo vetëm me numër absolut, domethënë. Dhe Kumanova, domethënë, është pas Shkupit pjesë të tjera që i numërova. Pra kryesisht pjesa perëndimore e vendit, veri perëndimore, përfshi domethënë komplet Pollogun,
Kërshovën, Dibrën, Strugën janë shumë shqetësuese. Por shembull, nëse merr Bogovinën, tani ka 2671 nxënës shqiptar. Që Bogovina është një komunë që ka mbi 25-6.000 banor. Nëse bën një krahasim me komunat e Shkupit, ka shumë më pak nxënës, respektivisht nëse krahasim me përqindje. Ka një rënje të dukshme të numrit të nxënësve. Por jo vetëm kjo, nëse marrim edhe Bërvenicën në 849 nxënës, pra në nivel flas komunal. Nëse shikojmë Vrapçishtin, 2104, pra ka një rënje shumë të madhe nga dekada e kaluar. Zhelina gjithashtu, me 2765, që realisht është një komunë me mbi 25-6.000 banorë. Nëse marrim Kërshova dhe rrethinën, e gjithë Kërshova, pra si komunë e bashkuar tani, ka 1558 nxënës shqiptar, që është shumë shqetësuese, dhe 1400 nxënës maqedonas. Pra një rënje shumë e madhe e numrit të nxënësve. Nëse e shikojmë Krushevën, pra në Krushev kemi 329 nxënës shqiptar. Dhe këtu ka rritje. Pra në komunën e Dollnenit, në komunën e Krushevës, kemi rritje të numrit të nxënësve shqiptar. Kumanova dhe Likova, pra Kumanova vetëm si qytet 3789 nxënës shqiptar dhe Likova 2897, pra një rënje relative, jo aq e ngarkuar. Strugën, nëse e shikojmë, 2808 nxënës shqiptar në Strugë, pra e gjithë Struga dhe rrethina. Pra një komunë e vogël e Shkupit, thoj se ka aq, nxënës. Tetova 7768, pra gjithmonë flasim për nxënësit shqiptar, të ardhsa 1452, që është shumë shqetësuese. Pra këtu kemi një rënje jashtëzakonisht të madhe. Parafësisht nëse analizojmë, vetëm se Shkupi dhe rrethina qëndron deri diku akoma mbahet, ka numrat vital, ndërsa pjesët tjera janë seriozisht shumë shqetësuese, ajo mund më shumë të preket të shikohet në teren, faktikisht me shkollat dhe klasat që zbrazen për ditë. Pavarësisht që ata zhvendosen nga fshati në qytet, përsëri janë numrat këtu. Nëse nuk janë në të ardhës, janë në Tetovë. Nëse nuk janë në Saraj, janë në Shkup. Do të flasim në tërësi dhe kjo është shqetësimi. Me që është normale që njerëzit të graviton ka qyteti, të lëvizin brenda, sipas vendeve të punës, bizneseve, interesit të ndryshëm, por megjithatë janë brenda në shtet, që është këtë në rregull. Po, përsëri, totali i përgjithshëm, totali i nxënësve do jetë i njëjtë. Mi për këtë rast, këtu na mungojnë numrat, këtu na mungojnë nxënësit. Çfarë duhet me bëj profesor, sipas juve? Tani dëgjoj, kjo nuk zgjidhet me një analizë dhe me një intervistë, por kjo është një punë pak më e vështirë, në të cilën duhet të kyçen shumë faktorë relevant, praktikisht institucione shtetërore. Në këtë rast direkt do të merr përgjegjësi më të madhe qeveria e shtetit, e cila duhet të ngarkoj, qoftë komisionet veçanta, qoftë në një komitet posaçëm të themeloj me ekspert të gjitha fushave për të analizuar në mënyrë të detajuar në radhë të parë se çfarë ndodhe, çfarë kahi ka marrë kjo çështja e zbrazjes së shtetit, ose e ikjes, ose e mungesës së martesave, kurorëzimeve, ose mungesa faktikisht e lindjeve, ose numri i vogël i lindjeve, pse familjet
Do me thonë, pse nuk krijohen familje, ose pse familjet që krijohen hezitojnë të lindin fëmijë, një ose as pak, ose 2 maksimum. Çfarë ndodh këtu? Do thonë, para një dekade e gjysmë shteti në atë kohë mori një iniciativë që të stimulohet kjo çështje, pra nataliteti, nëpërmjet subvencionimit të disa pagave mujore të nënave që lindin fëmijën e 3, të 4, pastaj fëmija e 4 u abrëgua në gjykatën kushtetuese, fëmija i 3 i përfshinte vetëm komuna që kanë natalitetin nën 2.1, pastaj gjykata kushtetuese e ktheu dhe e bëri për gjithë njësoj. Pra gjithë ajo, dhe me thonë, si teme, dhe nuk u tregua e suksesshme. Nuk u tregua e suksesshme, dhe me thonë, këtu duhet dish më tepër. Tani, unë nuk jam ekspert ekonomik për të bërë një vlerësim më të saktë se çfarë i duhet një familjes që të krijojë, dhe me thonë, fatikisht një bazë të shëndosh ekonomike, që gjeneratat e reja ose çiftet e reja që mos të kenë frikë, mos të pastrojnë, dhe me thonë, trurin nga ata paragjykimet ose si them nga ajo barriera psikologjike, çka nëse lind fëmijë i parë, i dytë, a do të mund familja t'i bëj ballë, dhe me thonë, shpenzimeve. Me që seriozisht në këta krize ekonomike që ne, dhe me thonë, futemi krizë pas krize, dhe ajo, unë kam frikë se ajo do të thellohet edhe më tepër. Me që gjeneratat e reja janë pak më, si të më të brishta, më të shqetësuar në krahasim me ata përpara dhe sigurisht që nuk kanë kaluar në sfidat e rënda që kanë kaluar ato para tyre. Dhe kjo është mjaft, dhe me thonë, çështje që i rëndon pra politikat e shtetit, por askush nga ne nuk ka idenë dhe nuk ka informacione të sakta se sa shteti është i interesuar që ta trajtojë këtë çështje për shkak të rrethanave që jemi, për shkak të krizave të njëpasnjëshme, fillimisht politike, dhe sigurisht që shteti i nxjerr përpara apo prioritetet dhe gjatë kohën ne u desh që të merrim me çështjen e emrit, me Greqinë, që u te kalua fatmirësisht orientimi strategjik për të bërë antar në NATO. Edhe ajo u kalua, dhe me thonë, jemi pjesë e NATO-s, që ndoshta pak ndikon në aspekt, dhe me thonë, psikik për të krijuar sigurinë të këta gjenerata se jemi në një shtet që është më stabil në aspekt, dhe me thonë, të trazirave kështu me radhë. Tani rasti i Greqisë, i Bullgarisë, pra me kontestet historike, kulturore kështu me radhë, që është kryesisht, dhe me thonë, e shohim shteti 24 orë vetëm me atë çështje merret dhe flet, dhe këto zgjasin për fat të keq, këto kriza, dhe me thonë, këto përplasje politike ose geopolitikës rajonale zgjasin, dhe ne jemi dëshmitar që u bën diku më shumë se 20 vjet, ndoshta 30 vjet, që akoma këta nuk u shëruan, dhe në anën tjetër ne harrojmë se duke tentuar që ta bëjmë shtetin antar të NATO-s dhe ta bëjmë antar të Bashkimit Evropian, dhe këtu, dhe me thonë, do të ngelim fatikisht pa njerëz, do të ngelim pa banor, siç ndodhet, dhe me thonë, në shumë komuna ku shtimi natyror është negativ. Pra, kemi më shumë vdekje se sa lindje, dhe për fat të keq, dhe me thonë, nga 80 komuna në nivel shtetëror, diku në 65 komuna kemi shtim natyror negativ. Kjo është shqetësuese. Dhe sigurisht që ajo reflekton të numrin nxënësve në shkolla fillore, pastaj në të mesme, që përsëri ka rënje, dhe pastaj te niveli universitar. Dhe me thonë, fatikisht, nëse shkollat fillore ngelin zbrazët, do të reflektoj që do të ngelin zbrazët shkollat e mesme, dhe pak më vonë pastaj edhe arsimi i lartë. Ne bëjmë analiza, debatojmë rreth këtyre çështjeve, por ka disa faktorë që ne vlerësojmë. Ndoshta nuk është vetëm aspekti ekonomik që të riun e motivon që të shkojë ka perëndim. Për shembull, ne kemi rastin e Kroacisë, e cila pas u bë antare
e Bashkimit Evropian në 2013 në mënyrë masive filloi largimi I të rinjve kroat drejt perëndimit. Dhe aqë numri banorëve diku të ra nën 4 milion. Do të thonë nuk që nëse bëhet një krahasim mes kuracisë, kushteve të jetës dhe standardeve jetësore atje dhe çështjeve ekonomike, aspekti ekonomik, mendoj se janë shumë më të avancuara se sa në RMV. Por megjithatë është ai trendi I shpërnguljeve. Do të thonë popujt evropian këtë e kishin më herët. Do të thonë kishin më herët duke filluar nga fundi I shekullit 19 dhe fillimi I shekullit 20 deri në 14 që ishte vale e parë shpërnguljeve më masive evropianëve në përbiset e ndryshme të Afrikës, Azisë, Australisë dhe viseve të Amerikës. Pastaj ishte vale e dytë pas luftës së parë botërore, por edhe faktikisht pas luftës së dytë botërore. Dërsa ne tani do me thonë jemi shtete që shumë më vonë nuk konsoliduam dhe shumë më vonë filluam që të kyçemi në këtë trende, si teme kulturore, regionale dhe globale, dhe tani do me thonë gjenerata e re synon dhe pretendon se mund të gjejë një rahati më të mirë shpirtërore, do me thonë, ose edhe ekonomike në perëndim, dhe sigurisht që synon atë. Edhe pse nuk është ajo Europë perëndimore që ishte para 20-30 do me thonë vjetëve, por ja që ata do me thonë synojnë dhe llogarisin që atë që mund të kenë një jetë më të mirë. Për fat të keq, do thonë ne këtu gabojmë dhe mendoj se ne bartim një përgjegjësi të madhe. Në radhë të parë si prindër, pastaj do me thonë si faktikisht krijues ose kreator të politikave, do me thonë aty ku ne vlerësojmë se do të japim kontribut, pra në institucionet ku jemi të angazhuar, pastaj në nivele, do me thonë, qeveritare shtetërore, bartim një përgjegjësi. Për shkak se për një periudhë kohore ne nuk e di se me kujt do të bisedojmë këto, me kujt do flasim këto, për kujt do punojmë këto, faktikisht. Dhe cili është, nëse bëhet një krahasim, pse ne u përpoqëm të bëjmë kaq shumë, do me thonë, për këtë vend. Qoftë nëse flasim vetëm për bashkinë etnike shqiptare. Do thonë ne mbijetuam perandori të fuqishme, siç përmenda në fillim, mbijetuam, do me thonë, një mbretëri të fuqishme jugoslave, një terror komunist me sa shpërngulje masive të dhunshme që I imponoi regjimi komunist nga 48 deri në 66, derisa Ranković u zhvendos nga detyra në atë kohë, një udhëheqës famkeq I UDB-s, dhe përsëri mbijetuam trazireve të 68, 81, e luftrave të ish Jugosllavisë ose në Kosovë dhe në Maqedoni dhe tani, do me thonë, ne në këto kohë ku pretendojmë se kemi filluar që të ndihemi pak më të lirë, apo dhe të ndihemi Zot në shtëpinë tonë, ne këto faktikisht do t'i lëmë shtëpisë zbrazët. Dhe kjo është një fatkeqësi, do me thonë, ku pjesë e vendbanimeve shqiptare, do me thonë, shtëpitë janë me drita të fikura. Kjo është një shqetësim, është një tmerr, është një fatkeqësi, do thonë, sot ose I ke vetëm pleqt në për shtëpitë në shqiptareve, ose nuk ke asnjë njeri. Faktikisht është gjenerata që ne e përcjellim dhe ngadalë, do me thonë, një nga një I fikim dritat dhe faktikisht vdesin shtëpitë, vdes lagja, vdesin vetbanimet dhe kjo është qetësuese. Unë e përjetoj rënd. Seriozisht e përjetoj rënd, do me thonë ne dim që bëm shumë sakrificë, bëm shumë mund, bëm një faktikisht luftë që të ndihemi pak më mirë në shtëpitë tona dhe kjo, do me thonë, nuk doli ky rezultat që ne faktikisht e pritëm. Ne sot pretendojmë se bëjmë infrastrukturë të shkëlqyer me standarde evropiane, ne pretendojmë se bëjmë, do me thonë, rrugë, hekurudha, shkolla, spitale, kështu me radhë, por nuk dim se për ku I bëjmë. Kot që ne ndërtojmë shkolla në përvendbanimet rurale kur nuk kanë nxënës, ose numri I tyre për ditë bie,
dhe një do të mbyllet ajo e njëjta. Nëse sublimojmë në këtë që e elaboruam në një fjali, duhet që ti drejtohemi institucioneve relevante përkatëse në nivel shtetëror, që ti qasen seriozisht kësaj çështje, ti qasen seriozisht problemit të popullatës, pra të çështjes së krijimit të familjeve, të nxitjes së natalitetit në rrafë. Pastaj segmenti tjetër të krijimit të kushteve ekonomike që familja të mund të mbjetojë në aspekt financiar, paktën të kaloj muaj që t'i lidh muaj për muaj, siç themi në gjuhën popullore, për të krijuar standarde më të mira jetësore që gjeneratët e reja mos të joshën me perëndimin, por atë ta gjejnë këto pra në Shkup, Tetov, Gostivar, Strug, Komanov, Veles, Resnje, pra aty ku janë vendbanimet tona, aty ku janë të parët tanë, aty ku janë varet tanë, aty të parëve tanë, aty ku vazhdimisht të parët tanë na kanë folur në gjuhën tonë, dhe vazhdimisht aty ku ne e ndjejmë atë gurin si jastokën më të mirë. Oh, happy day.